Jemi rikthyer në studio, zotëri Skender Hasani, është shumë kënaqësi t'ju kem në këtë bisedë, si një nga studiuesit më të përkushtuar, të thoja, të historisë shqiptare dhe të figurave që kanë formsuar identitetin tonë. Është shumë kënaqësi dhe ndet t'ju kem sot në këtë ditë madhe feste, gëzuar festën fillimisht. Faleminderit, kënaqësia është e imja, për shkak se ti je në një televizion me renome siç është Alsati. Është kënaqësi e veçantë dhe sidomos në ditën e flamurit dhe pavarësisë kombëtare dhe shfrytëzoj rastin që gjithë teleshikuesve t'ju uroj këtë festë të shenjtë për shqiptarët. Shumë bukur. Ne në lidhje direkte do kemi edhe mikun tuaj. Ju para pak ditësh keni qenë së bashku, por ne do të lidhemi me të sepse mendoj që nuk do të ishte e plot biseda nëse nuk do ta kishim kyçur atë, në pamundësi që ta kemi në studio, gjithsesi uroj që mos të kemi ngecje dhe probleme teknike për zhvilluar një bisedë sa do të shkurtër me Gazmet Boletinin, për të cilin si që potencova është edhe stërnipi i herojit kombëtar Isa Boletini, kështu që zëri i kësaj familje ka shumë rëndësi sa herë që bëhet fjalë sa herë që temat sigurisht të lidhen me datat tona të rëndësishme kombëtare. Kështu që zotri Gazment, unë tani po e shoh që jemi lidhur bashkë, është kënaqësi t'ju kemi edhe pse nga larg, por gjithsesi është bukur që të zhvillojmë një bisedë në ditë feste. Fillimisht gëzuar festa dhe si ju kemi? Fillimisht mirëmbrëma juve gjithëve në studio, urime festa jonë e shejt kombëtare. Mirëmbrëma dhe për profesorin dhe mikun tim Skender Hasanin. Besoj nga ky muaj në ndor dhe deri në ditën e sodit i kemi kurrizuar përfundimisht me shumë aktivitete, e sidomos ne në Boletin, duke filluar nga nxënësit e shkollave të fillore, të mesme, nga studentët dhe nivelit akademik, të vizitat e tyre të pandashme në kullën tonë të Boletinit. Për mua, dhe thot, krejt ki mua ishte kënaqësi shumë e madhe që pata dhe shumë mysafir të shumë të profileve të ndryshme dhe që mbi gjitha ato aktivitete të cilat i përshtatën festës tonë, festës së flamurit. E qartë. Pyetja ime e parë është kjo, me qenë se unë për herë të parë po zhvilloj këtë bisedë me ju. Si e përjeton familja Boletini faktin që Isa Boletini vazhdon të mbetet simbol i unitetit kombëtar dhe çfarë do dëshironit ju që brezat e rinj të kuptojnë ndoshta më mirë për të? Këtë në pika shumë të shkurtra, por gjithsesi do kishte vlerë shumë të madhe. Normalisht për neve familjen kjo festë edhe në kohën e okupimit ka qenë shumë date veçantë, duke kujtuar se familja Boletini, jo vetëm Isa Boletinin, por edhe para Isa Boletinit, për 2 shekuj radhazi dha kontributin e saj në çështjen kombëtare, por mos të harrojmë edhe në periudhën komuniste, familja Boletini u përzekutua, u burgos, u dëbua, ku edhe shumë anëtar të familjes time, që është nga viti 53 jetoj në përbot, dhe tani jam i vetmi trashëgimtari asaj dege që jetoj dhe veproj këtu në Boletin. Prandaj është shumë e veçantë, sepse unë nuk jam vetë kur asnjëherë, duke falenderuar të gjithë kolegët, profesorët, e posaçërisht edhe profesor Skenderin, i cili me punën e tij jashtëzakonisht të mirëfillt, ku edhe tani 13 vite radhazi kemi pas kënaqësinë që të bashkëpunoj me njëri tjetrin dhe besoj që edhe jo vetëm për figurat rilindasit, por besoj që profesor Skenderi ka një lavdat që punoj edhe për figurat tona internacionale, sidomos për nanën e madhe, nanën Terezi. Unë, me qenë se ju kam lidhje direkte, nuk desha që ta humb këtë ekskluzivitet, ta dëgjojmë nga ju, sepse kohët e fundit, do më thëmë pak kohë më parë, në New York është emërtuar një rrugë me emrin Isa Boletini. Dua të di për ju personalisht çfarë vlere ka kjo, por edhe për trashëgiminë e familjes tuaj. Sepse është diçka shumë e madhe, realisht, por edhe për komunitetin shqiptar që jeton dhe vepron në New York. Kemi edhe disa fotografi. Ta them të drejtën, çdo fillim ka qenë i vështirë. Për mua, do të thotë fillimi kur kemi fillu punën, tash e para 20 viteve, do të thotë nuk ka qenë bashkë këto, me këto mundësi, me këto kushte, me këto takime, edhe me shumë, do me thonë, bashkëpunimi që kemi me njerëzit tanë për gjithë botën.
Andaj unë besoj që ne pak a shumë ishëm edhe në Shkop, ashtu me profesor Skenderin, qysh nga 100 vjetori pavarësisë, i ngretëm shumë figura historike të cilat i kishte mbu Flori. Dhe po normalisht mu si familjar më takonte bara më e madhe dhe besoj që emri ti do t'jetë i përjetshëm, madje edhe kjo puna e shqiptar-amerikanëve, shoqatave shqiptar-amerikane në New York, para disa viteve ngretën edhe emrin Isa Boletini, Ismail Qemali më falni, ku pas nesër me 30 në dorë në Stay Island të New Yorkut do të jetë edhe emri Isa Boletini. Prandaj këtu dy emra të mëdhej, besoj që çdo shqiptar i cili do kalon nga këto rrugë, përjetësisht do ta nin veten krenar. Sa e bukur kjo, dhe pajtojmë plotësisht me ju. Edhe një pyetje të parafundit kam, a mendoni se institucionet tona kulturore, por ndoshta edhe arsimore, po bëjnë mjaftueshëm për të promovuar idealet e Isa Boletinit, apo mendoni që ka ende hapësirë për iniciativa shtesë, ndoshta për ta bërë edhe më mirë këtë pjesë? Si e shihni ju? Po, unë besoj se shtetet, qeverit, gjërësisht besoj që duhet të investojë në këtë drejtim, sepse me të vërtet ne si popëj kemi kalu në shumë sisteme të rënda, dhe besoj që ka pas edhe mungesa të dokumentacioneve kushtuar të në figurave të mëdha kombëtare, apo të themi shtire edhe baballarëve të kombit shqiptar, por unë besoj që me përkushtimin individual të njerëzve të profilit të historisë, kanë arrit deri dikom. Po tash shkenca nuk është e pandashme, po mendoj, sepse edhe vetë me njerëzit që janë për arkiva, ne e kemi edhe një mik tanin, profesor Bejtullah Destani, cili për shumë vite ka qëndru në Londër, në arkivën e Londrës. Besoj që edhe nga ka pajis me shumë fakte historike për figurën e Isa Boletinit, për konferencën e Londrës dhe qëndrimin e te vitin 1901 të Isa Boletinit. Prandaj edhe ajo pyetja më hershme për brezat e ri, besoj që do të punojmë akoma, kemi kohë që do të punojmë dhe brezave të ri t'ju lorë një trashëgimi, jo me dilema që kishim ne më herët, po të jenë pa dilema dhe të keni historinë e qartë ashtu që ka qenë dikur. E qartë. Derisa ju po flisni, unë isha duke parë që po qarkullonin edhe fotografitë të cilat sigurisht i kemi siguruar nga tribuna shkencore që është mbajtur edhe bashkë me profesor dr. Skender Hasani, të cilin ne i kemi në studio. Si kanë shkuar të gjitha eventet dhe ngjarjet të cilat i kishit planifikuar në nder të kësaj tribune? Ka rjetë gjithçka ashtu siç e kishit planifikuar? Besoj që po, sepse duhet ta falenderoj përzemërsisht profesor Skender Hasanin, edhe profesor Sërdej Demirin, edhe kryetarin e Degës Ali Adri në Mitrovic, profesor Pajezit Ajzerin. Të pranishëm ishin edhe nga shkollat e mesme të Mitrovicës, nga mjekësia, ekonomia, gjimnazi, pastaj ishin nga Universiteti Isa Boletini, edhe shumë student dhe profesor të pranishëm. Normalisht që trajtimi figurës Isa Boletinit ishte në qendër të vëmendjes dhe besoj që profesor Skenderi ka trajtuar jashtëzakonisht mirë jetën dhe veprën e tij, po ne nuk ndalojmë vetëm me kaq, ne do të vazhdojmë edhe më tutje bashkëpunimin edhe të japim sa më shumë informata, sepse me të vërtetë ka akoma informata sot ishte edhe një pyetje, a është vanu Isa Boletini apo nuk është vanu Isa Boletini në Vlorë. Unë si familjarë them që nuk është vanu në Vlorë, për arsye se janë edhe detajet që i kishte shostru vetë nipi i tij, Tafil Boletini, me kujtimet i cili ka thënë se ai me 28 nëntor jemi nis nga Fieri drejt Vlorës.
por ka dhe shumë të tjera që do t'i zbulojmë dhe njerë për gjithmonë të zbardhëm këtë moment historik, e sidomos edhe të kuvendit historik të Vlorës. E qartë. Ju ma përgjigjet këtë pyetje, sepse pash edhe unë që gjatë ditës ka qarkulluar kjo pyetje në për mediat e Shqipëris, por tash më na e dhatë përgjigjen. Ishte shumë kënaqësi, zotri Gazmend, unë nuk po ju marrë më shumë kohë, sepse sigurisht keni angazhimet tuaja dhe po vazhdoj bisedën me zotri Skender Hasanin, i cili sigurisht do t'ju përshëndet ndoshta për në fund. Po, me që miku im Gazmendi është në kullën e Isa Boletinit atje dhe jam i bindur që ai ka emocionet veçanta edhe si përgjes në muzeun e kullës atje në Boletin, por edhe si familjar, tru familjar Isa Boletinit. Ai po kryen një punë të jashtëzakonshëm si familjar, por e ndjen atë shqiptarizmin, atë vazhdimsinë e familjes Boletini, cili e ka dhënë në mënyrë të vazhdueshme dhe një përfaqësues i denj i kësaj familje po vazhdon atë frym që t'ja u përcjellë edhe gjeneratave e treja. Dhe ky bashkëpunimi që e kemi pas më shumë se një dekadë ka rezultuar me një rezultat të jashtëzakonshëm, duke e rikthy Isa Boletinin fuqishëm në Shkup, edhe me shtatorën e tij, por edhe me rrugë dhe bulevarde të cilet i kemi emnuar në kryeqendrën shpirtërore të shqiptarëve në Shkup. Atër, ne do ta përshëndesim zotri Gazmendin dhe falenderojmë për gjithë këtë përkushtim kaq të madh dhe sigurisht vazhdoni. Kështu që ju dëshirojmë shëndet, ju përshëndesim dhe gëzuar edhe një herë festën. Uroj të takohemi herën tjetër, ndoshta edhe fizikisht për të folur gjëra gjatë për historinë e familjes tuaj. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë që na dhat këtë mundësi sonte të jemi pjesë e misionit juaj bashkë me profesor Skenderin, mikun tim. Më lejoni që të gjithë shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut urime festa flamurit. Kjo festë i cila na bashkon të gjitha zemrat tona. Dhe ju mirëpresim së bashku të jeni mysafir këtu në Boletin. Shumë faleminderit. Ishte edhe një herë shumë kënaqësi, çdo të mirë. Mbrëmje të bukur. Atër ne shkëpusim lidhjen me zotri Gazmend Boletinin, ai i cili edhe krahas shumë impenjimeve sigurisht në këtë ditë feste, ndau pak nga koha e tij për të ndarë këto detaje të bukura dhe shumë të rëndësishme që janë trashëgimi e familjes Boletini. Atër unë nga fillimi ju thash që nuk do të doja ndoshta kjo bisedë të ishte nga ato bisedat klishe historike ndër vite. Me këmë mirë se sa me ju në fakt do kisha mundësi që ta realizoja këtë bisedë. Pyetja ime e parë shkon kështu, zotri Skender, pse pavarësia e Shqipërisë u shpall pikërisht në Vlorë dhe në atë kohë? Sepse pastaj pason pyetja e dytë që ndoshta do të kërkonte sqarim të kësaj të parës. Unë besoj që unë do të lidhem me pyetjen e dytë, edhe pse nuk e di, pyetja e dytë është pse nuk e bën në Shkup dhe pse u bën në Vlorë? Shqiptarë në vitin 1912 ishte një situatë jashtëzakonshme ku Aleanca Ballkanike dëshironte që të sulmon perandorinë osmane dhe të grabiste tokat të cilat pas shembjes së perandorisë osmane. Dhe cilat ishin ato toka, ishin tokat shqiptare. Dhe lëvizja kombëtare shqiptare mori masa urgjente që ta përfundon procesin e rilindjes kombëtare me shpalljen e shtetit etnik të shqiptarëve. Dhe gjitha përgatitjet ishin bërë që pas takimit të Stambollit të elitës, të deputetëve të 4 vilajeteve shqiptare në Taksim, ishte marrë vendimi që të fillon kryengritja dhe të kulminon me shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë në Shkup. Dhe ashtu rodhi. Hasan Prishtina më njëherë u nis për Shkup, ndërsa Ismail Qemali shkoi në Perëndim për ta propaganduar dhe për të siguruar për krahje për shpalljen e pavarësisë. Hasan Prishtina e gjeti këtu të përgatitur sepse Isa Boletini me shumë adhëtar tjerë e kishin bërë përgatitjen për të filluar kryengritjen. Dhe kjo kryengritje u masovizua dhe kulminacionin arriti me 12 gusht me çlirimin e Shkupit. Atëherë Aleanca Ballkanike u vu në aksion për të parapenguar që shqiptarët ta shpallin pavarësinë në Shkup, shqiptarët të gjendur
para një presioni të hatashëm ndërkombëtar dhe të aleancës ballkanike, ajo nuk dëshironte që të merr hapat e para më njëherë ta shpall pas shtirimit të Shkupit me 12 gusht, po filloi bisedimet me Perandorinë Osmane. Ndoshta aty është edhe gabimi që nuk u shkua drejt për drejt në shpalljen e pavarësisë, por u shkoi në mënyrë graduale që të arrihet në proces të arrihet pavarësia e Shqipërisë. U parashtruan 18 kërkesat, por nga porta e lartë u pranuan vetëm 12 kërkesa, sepse ato të cilët kishin bënin që më njëherë të shkohet drejt pavarësisë u lanë për një periudhë tjetër. Por Aleanca Ballkanike me të marrë vesh se shqiptarët do të rumbullaksojnë me pavarësinë e tyre, ata e vunë në funksion në Aleancën Ballkanike dhe në tetor ata filluan drejt për drejt ta sulmojnë Perandorinë Osmane dhe ne dihet fort mirë në betejën e Kumanovës me 15-16 tetor, ata ngallnyen dhe duke parë që ushtria serbe do ta sulmon Perandorinë Osmane, elita intelektuale dhe barësit e lëvizjes kombëtare me në krye Hasan Prishtinës e thirrën kuvendin e Shkupit me 14 tetor, ku u mor vendimi që nga kërkesa për autonomi kalohet në kërkesën për pavarësi, por ishte shumë e shpejt deportimi i ushtrisë serbe dhe shqiptarët nuk arritën që Shkup ta shpallin pavarësinë dhe u laçën në një vend tjetër të shpallet pavarësia dhe i hapi rrugë që panë pregadite në një vend sigurt dhe Vlora ishte vendi më i sigurt ku do të shpallej pavarësia, sepse ishin marrë vesh në taksim që në qofse në Shkup nuk do të shpallej pavarësia ku Hasan Prishtina e kishte përcaktuar, atëherë t'i lihet në vendin e Ismail Qemalit Vlorës të shpallet kjo pavarësi. Deportimi i ushtrisë serbe, burgosja e Hasan Prishtinës në Shkup e pamundësoj që kjo pavarësi të rumbullaksohet në qytetin, kryeqendrën shpirtërore të shqiptarëve, sepse po t'ishte shpallë në Shkup, atëherë do të kishmi një konfiguracion tjetër të territoreve shqiptare, atëherë do të jetësoj ai koncepti i rilindjes kombëtare me shpalljen e pavarësisë në 4 vilajetet e saj, vilajetin e Kosovës, Manastirit, Shkodrës dhe Janinës, dhe Shkupi do të ishte kryeqendër e saj. Dhe tash do të kishmi krejtësisht kufi të tjerë të veprimit, sepse Bashkia Ndërkombëtare do të vijej para aktit të kryer dhe do të detyrohej që të pranon një vullnet të tillë të shqiptarëve. Por procesi nuk u ndal. Ushtria serbe deportoi deri në Elbasan, deri në Durrës dhe çdo qytet në Shqipërinë e administrative ose lëndineze të sotme filluan ta shpallin pavarësinë, që mos t'i gjenë shqiptarët pa e shpallë pavarësinë. E shpalli me 25 Elbasani, pastaj Durrësi dhe u laçë me 28 nëntor të shpallej përfundimisht në Vlorë. Dhe atje në Vlorë shkuan delegat nga gjitha trevat etnike shqiptare dhe pyetjen që e parashtruat a ka qenë Isa Boletini, a s'ka qenë me 28 nëntor, unë them që në atë periudhë kohore shqiptarët ishin të fragmentuar. Ne tash mund të flasim nga kjo kohë për atë periudhë kohore të vitit 1912, por ka qenë shumë vështirë, për shkak se edhe atëherë shqiptarët kanë qenë fragmentuar dhe ka pas dilema të ndryshme dhe vetëm prezenca e Isa Boletinit në Vlorë mundësoi që pavarësia ose shteti etnik i shqiptarëve të rumbullaksohet me 28 nëntor të vitit 1912. Dhe themi shumë qartë se shpallja shtetit etnik u shpall dhe është i obligueshëm për çdo shqiptar në botë. Por konferenca e Londrës e pamundësoi që ajo të rumbullaksohet në atë formë siç ishte shpallë me 28 nëntor të vitit 1912 në Vlorë. E qartë. Tani unë dua që fokusin ta kthejmë edhe tek disa personalitete, konkretisht 2 personalitete të cilat janë nga viset tona, sepse nga kuvendi i Vlorës përveç shpalljes së pavarësisë, sigurisht që u formuan edhe organet e përkohshme, siç ishte qeveria me kryeministër Ismail Qemalin, në 2 pozicionet kryesore u zgjodhen, siç po them, 2 personalitete
nga viset tona, kryetari i parlamentit të parë shqiptar Vebi Efendi Dibra dhe ministri i luftës, siç quhej atëherë, Mehmet Pash Deralla. Përveç këtyre kishte edhe përfaqësues tjerë, nëse nuk gaboj, nga 40 nënshkrues apo kontraktues ishin 4 nga viset nga vendet tona. Po ju jepet rëndësia e duhur dhe vendi merituar në histori këtyre emrave dhe personaliteteve? Zotria Sane? Jo vetëm personalitetet nga këto treva, por ne kemi qaluar shumë në historiografinë shqiptare, ende dalin dokumentacionet të duhura të cilët e vërtetojnë një konfiguracion krejtësisht tjetër të ngjarjeve të cilët kanë rrjedhur në atë periudhë kohore, po duke hulumtuar arkivat, duke dalë në sipërfaqe argumente, e plotësojnë atë hapësirën të cilën deri tash historiografia shqiptare nuk e ka treguar. Në Vlorë, përveç se 2 figura të cilët i përmendes, i cili ishte ministri i mbrojtjes Mehmet Pash Deralla dhe Vebi Dibra, i cili ishte kryetari kuvendit, themi në një farë mënyre, në qeverinë e përkohshme ose në qeverinë e Ismail Qemalit u zgjodh edhe generali suprem i ushtrisë shtetit shqiptar, i cili ishte Ali Sheqet Shkupi, që do të thotë se shumë personalitete të cilët kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm për të ardhur deri te kuvendi i Vlorës, te ajo sublime për ta shpallur shtetin etnik shqiptar, nuk kanë dalë në dritë, por jam i bindur se duke i hulumtuar arkivat, duke konsoliduar institucionet shkencore në mënyrë të detajuar, ne do të nxjerrim në pa kontributin e tyre dhe do të japim peshën e duhur institucionale, sepse shqiptarët e Maqedonisë ende nuk e kanë një histori të shkruar. Ne kemi bërë para 2 viteve historie e trevave lindore të cilën e ka botuar instituti, është një hap i parë për ta shkruar që nga antikiteti deri ditët e sotme, historinë e shqiptarëve të Maqedonisë dhe pastaj kur shkruhet historia e shqiptarëve të Maqedonisë të bartët në historinë e përgjithshme në historinë e popullit shqiptar, sepse në qoftë se shkojmë vetëm historia e popullit shqiptar dhe të marrim detaje caktuara nga kontributi i shqiptarëve të Maqedonisë, nuk do të del në pa gjithaj kontribut që nga antikiteti deri ditët e sotme, sepse viset shqiptare të Maqedonisë së sotme janë më të pastra, më të pasura për trashëgimin kulturore të pandërprerë iliro-arbrore shqiptare dhe çdo ngjarje historike që ka ndodhur gjitha trevat shqiptare ka kulminuar në kryeqendrën shpirtërore të shqiptarëve në Shkup. Edhe gjatë rilindjes, por edhe më vonë këto qendra këtu në trevat e sotme të Maqedonisë kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshme në çdo lëvizje shqiptarëve që ka ndodhur në Gadishunin Ballkanik. E qartë. Zotria Sani, mua më intereson edhe një gjë. Pse ne shqiptarët, për dallim nga shtetet tjera ballkanike, marr parasysh këtu Serbinë, Greqinë dhe Bullgarinë, arritën që të shkëputen shumë më shpejt nga perandoria osmane dhe shpallën pavarësitë e tyre, ndërsa neve na u desh kohë shumë më gjatë që të shkëputemi nga kjo perandori për të shpallur pavarësinë tonë. Ku mendoni që ishte ngecja jonë? Por ne kemi qenë vazhdimisht në okupimin e ndonjë force të ndryshme dhe vazhdimisht ne kemi qenë në presionin e asimilimit dhe në presionin e zhdukjes nga paqja dhe nga këto troja. Dhe gjatë rilindjes kombëtare shqiptare, e cila u ngrit një elitë politike dhe diplomatike, të cilët gjithë ata rilindjes tanë ishin editor, ishin gazetar, sepse ata gazetarët e identifikojnë se ku çalon kombi, ku çalon shoqëria dhe identifikon ka duhet shkon ajo shoqëria. Gjithë rilindasit tanë mirëshin me shkrime dhe u ndërtuar një elitë intelektuale e cila i dha kahje ka duhet shkon çështja shqiptare. Dhe në vitin 1878 u krijua Lidhja Shqiptare të Prizrenit, një organizat ushtarako-politike me program të qartë për bashkimin e 4 vilajeteve dhe për ta rumbullaksuar si çdo komb i cili ishte formuar në shekullin 19, edhe shqiptarët ta formojnë kombin e tyre dhe shtetin kombëtar të tyre.
unë jam i bindur armiqtë tanë e kanë vonuar ndoshta procesin, por përsëri ne kemi rumbullaksuar, jo në tërsinë e saj, por periudat historike ndryshojnë. Vitin 1999, sepse deri në vitin 1999 ne kemi qenë në defanziv, dhe kur je në defanziv, çdo kush merr ka marrë nga trojet etnike shqiptare me intervenimin të NATO-s në Kosovë dhe Serbi, dhe me marrëveshjen e Kumanovës, shqiptarët kanë dalë nga defanziva në ofanziv. Dhe ne shohim kemi një shtet të Kosovës të konsoliduar, duke rumbullaksuar edhe procesin e saj. Jam i bindur se shumë shpejt do të rumbullaksohet shtetësia e Kosovës. Shqiptarët e Maqedonisë janë në një pozitë më të lakmueshme, siç kanë qenë më herët, edhe në trebat e tjera, dhe shekulli 21, gjeneratës të shekullit 21 i duhet vetëm të orientojnë, sepse e kanë të gatshëm procesin që gjeneratat e mëhershme nuk e kanë pas, për shkak se nuk kanë pas një përkrahje nga një fuqi e madhe, siç e kanë tash shqiptarët, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet evropiane. Dhe ju duhet vetëm një leadership i guximshëm, sepse procesi është i gatshëm. Procesi i shqiptarëve është të ketë një identitet të fortë dhe procesi i integrues në Unionin Evropian, sepse dëshira e çdo shqiptari, çdo gjenerate ka qenë të thyhen kufit dhe të bashkohen me popujt evropian. Dhe ky proces është tash aktual dhe është i determinuar ku do të shkojnë shqiptarët, dhe jo rastësisht armiqtë tonë dëshirojnë ta ngadalsojnë këtë proces, dhe jo rastësisht na ngacmojnë në aspektin e identitetit, gjuhës, mospërdorimi i gjuhës, e çështjeve tjera, dhe duke ngadalsuar proceset integruese për ta ngadalsuar procesin e shqiptarëve drejt procesit evropian, ku thyen kufit dhe realizohet synimi i çdo populli i jeton bashkë me popull tjerë, sepse i vetmi popull në botë i cili nuk ka kompleks të jeton me tjerën është populli shqiptar. Dhe i adaptueshëm me gjithë popujt tjerë, pajtojnë plotësisht. Ne jemi drejt fundit, por unë kam edhe një pyetje të fundit, duke marrë parasysh sigurisht realizimin e dëshirës shekullore që ishte shqiptarët e kishin shtetin e tyre, por edhe shumë zhvillime tjera historike kanë ndodhur në këtë muaj, pra në muajin nëntor, duke filluar nga 28 nëntori i vitit 1443 të Gjergj Kastriot Skënderbeut, pastaj Kongresi i Manastirit në vitin 1908 dhe pavarësia sigurisht e vitit 1912. Zotëri Skënder Asani, mendoni që muaji nëntor mund të quhet lirshëm muaj shqiptarëve? Po pranvera gjithmonë i ka sjell, i kanë gjallë shqiptarë të rezistojnë sistemeve të ndryshme, ndërsa dimri ose nëntori gjithmonë është kulminimi i çdo procesi. Dhe jam i bindur se ky nëntori i shqiptarëve në shekullin 21 do të jetë synimi final i realizimit të çdo vullnetit, të çdo gjenerate mira vjeçare të shqiptarëve për të realizuar qëllimin e tyre. Faleminderit shumë për kohën tuaj, ishte shumë kënaqësi. Unë e di që në fakt ju jeni shumë i angazhuar duke shkruar, kështu që besoj që në një të ardhme të afërt ju kemi ndoshta të flasim konkretisht për atë çfarë jeni duke punuar. Shumë faleminderit, urim edhe një herë festa, dhe faleminderit që në këtë ditë feste zgjodhet të jeni me ne. Ishte kënaqësi. Shumë faleminderit.